ky është fillimi dhe baza e vllazërisë musliman që sot prej asaj dite deri me sot pra qëndron prapa të gjitha ndodhive që sot po bën në emër të fesë. Lejon vetëm edhe pak të shtjelloj në këtë çështje. Ai pra si misionar kishte aso kohë kishte vizituar mbi 3.000 fshatra të Egjiptit nga 4.000 të tilla që ishin. Dhe pikërisht pra ai po propagonte këtë mision të tij në fshatra, sepse fshatrat ishin më të goditura. Pra shoqëritë e korruptuara ose pushteti korruptuar ishte koncentruar në qytete, atje ku i ka farefisë dhe adhurues të saj. Dhe këto ideologji pikërisht pra lindin tek shoqëritë e korruptuara, sepse zakonisht ato shtresat fshatare dhe shtresat popullore i lanë pas dorë dhe koncentruar në qytete, në vende ku e ushtrojnë fuqinë e tyre të pushtetit. Pra, kjo ka ndodhur edhe atëherë, kjo ndodh edhe sot. Pra dhe ky si i tillë me programin e ri të Islamit politik, prioritet të parë kishte parë formimin e të ashtu quajturve organizatave bamirëse. Pra ne duhet ta dallojmë këto edhe sot, sepse parimi është i njëjti edhe sot ku ka organizata të ashtu quajtura humanitare, nga shoqëritë islamike 99% të tyre nuk janë organizata humanitare, por janë organizata bamirëse që i shërbejnë një qëllimi të caktuar dhe që i shërbejnë përvetësimit të klientelës së vet. Pra, kjo duhet jetë e qartë kudo që të ndodh dhe sidomos duhet jetë edhe sot e qartë për shoqërinë tonë. Pra, kishte formuar organizata bamirëse që po grumbullonin mjetën aso kohë, kishin ndërtuar spitale, qendra për pleq, pra kishin propagonin rregullimin e klubeve sportive, pra sepse si edhe pastaj edhe sipas Said Kutbit, po edhe sipas profetit Muhammed, pra trupi është një obligim për ty ose për vetveten, konsiderohet se fiziku i mirë, njeriu me fizik mirë është edhe besimtar i mirë, sepse ai përkujdeset për familjen edhe për çështjet e shtetit e shoqërisë e tjera. Ky është një parim. Pra klube sportive, shoqata bamirëse, organizim të tryezave të intelektualëve të kohës e tjera tjera. Pra këtu fillon koncepti i Hasan el-Bannës dhe koncepti i zhvillimit të vllazërisë muslimanes dhe parimit të islamit si formacion politik tani e tutje. Pra, me këtë desha me el-Bannën ta aprofundoj dhe pastaj kemi strategun kryesor, njeriun kryesor i cili me kohë zhvillon strategjinë e el-Bannës. Pra, dhe këtu kemi bëjmë me Said Kutbin, gjithashtu pjesëtar i vllazërisë muslimane, ishte një gazetar i shquar i kohës në të gjitha mediat kryesore të Egjiptit, ishte kritik letar, ishte edhe pjesëtar i një partie nacional-liberale Waft e quajtur në Egjipt, ishte ministri i arsimit, ushtronte disa funksione dhe në fund kishte shkuar edhe në Colorado të Amerikës, pra e kishte shkuar në aso kohë të thënë qeveria e shtetit të Egjiptit, kishte për të reformuar arsimin në Egjipt, por ndodhe e kundërta. Pra ai jo vetëm që nuk i admironte shoqëritë demokratike, por në Amerikë kishte formuar një koncept krejtësisht tjetër dhe mendonte se pikërisht janë shoqëritë demokratike ose materialiste, si quhen ata, këto të cilët kanë për qëllim degenerimin e shoqërive dhe sigurisht janë kundra vlerave fetare dhe kundër Zotit. Pra Hasan, jo, më fal se tani e gabova këtu, pra Said Kut pra është strategu kryesor i zhvillimit të idesë Hasan el-Bannës dhe të idesë së islamit politik. Pra ky shkon përtej Albanës dhe ky thotë se ne duhet ta zhvillojmë parimin e salafizmit. Pra
salafizmi duhet të jetë metodë të zhvillimit të politikës dhe të reformimit të shtetit. Dhe për arritjen e caqeve të tyre, ai tani po konsideronte se është tetë e rëndësishme që të zhvillohen dhe njësi avantgarde. Pra fjala është për njësi ushtarake. Dhe të them të drejtën, të gjitha njësitë ushtarake të mëvonshme janë pra fillojnë ose nisën piknisje e kanë Said Qutbin, si Al-Qaida, si ISIS, si Gama Islamia, si Al-Jihadi, si Hamasi edhe të gjithë të tjerët. Pra, unë fole tani për këta dy ideatorët si thëmë, e vllazërisë muslimane, e cila në fillim pra kishte vështirësi për përhapjen e saj, ishte përhap vetëm në Egjipt, ndonse Gamel Abdel Naseri, ose Naseri siç njihet në Kosovë, pra ish kryetari i kohës së Egjiptit, pra edhe ai kishte qenë vetë pjesëtar i vllazërisë muslimane, pra ai i kishte varë që të dy, pra edhe Elbanën dhe Said Qutbin. Por do theksuar se ai kishte ofruar Said Qutbit një amnesti dhe ai kishte refuzuar këtë amnesti sepse thoshte që fjala ime do të mbetet më fuqishme te populli në qoftë se unë nuk pranoj mëshirë nga një qufar ose nga një jo besimtar. Pra, definitivisht dua të them që me vdekjen e këtyre dyve, pra jo që nuk u shuaj, edhe pse me mijë njerëz të vllazërisë muslimane ishin burgos në atë kohë, pra jo që nuk u shuajtën këta, përkundrazi, burgosja e këtyre e kishte ngritë më shumë apetitin e tyre dhe rezistencën e tyre për një shoqëri sipas parimeve islame. Pra, ata tani nuk ishin më prezent vetëm në Egjipt, por 10 vite pas ishin prezent në shumë vende të botës dhe tani operojnë me mbi 80 vende të botës kudo që edhe në vendin tonë. Pikërisht në dolës tek pyetja që do bëja tani, që duke qenë se ju tha që operojnë në 80 vende të botës. Pse për momentin kemi vetëm Iranin që është në konflikt, pra në luftë hapur, ndërkohë që nuk ka reagime nga shtetet e tjera ku mund të jetë shtrirë vllazëria muslimane? Çështja është unë përmena atje në Yemen Nawaf Safavin, pra Nawaf Safavi ishte një iranian dhe ai kishte marrë pjesë në atë kongresin ose në ligën e gjithë mbar botërore të muslimanëve ose të vllazërisë muslimane në Jerusalem në vitin 1953 dhe deri në atë kohë koncepti ose më mirë me thonë problemi i Palestinës